Miq Prizmus, ato listat të cilat sigurisht I paralajmërova dhe që ju, ata që janë të interesuar gjithmonë tem, I keni parë deri natën vonë, ishin sigurisht shpreha më e madhe, jo e demokracisë, sepse sigurisht flasësh për demokraci të brendshme të partitë shqiptare është eufemizëm. Është si të besosh se ndoshta nesër Shqipëria do të drejtojë, si më thënë, punët botërore të paqes në botë. Sigurisht është një vend I vogël edhe mund të jetë kontribuent, po mbetet I vogël. Nuk mund të marrë leadership-et dot. Kështu është edhe për demokracinë. Nuk mund t'i dalim shpeshherë sot asaj që e kemi nisur më vonë se gjithë të tjerët dhe që sigurisht pastaj nuk mund të shesim mend si gjithë të tjerët. Në këtë drejtim, po kështu është edhe koncepti për mi demokracinë e brendshme dhe në bazën e kësaj mungese të madhe, normalisht pastaj duhet të flasim edhe për atë çfarë ka ndodhur. Për listat e Shkodrës edhe të Tiranës mund të them që janë relativisht mira, si ke Partia Demokratike, përveç 2-3 individëve të cilët sigurisht unë nuk kam ndonjë respekt për to, por në përgjithësi edhe për zonën e sigurt dhe për atë zonë të cilën duhet luftojnë, mund të them se nuk janë të këqija, janë lista të mira, si ke Partia Socialiste dhe ke Partia Demokratike. Përveç 2 individëve, femna, po them që janë futur automatikisht në listat e sigurta dhe që nuk përbëjnë si ke Partia Socialiste dhe ke Partia Demokratike në element kush e di çfarë të madh. Kur them 2 individet femra, sigurisht nuk kam mend të flas për Mariana Koçekun, përkundrazi, për të duhet të them fjalët më të mira. Ajo është një gjetje për mua e kryeministit Rama. E para, për të treguar që edhe ke Partia Socialiste në Shkodër duhet të kenë vëmendjen për njerëzit sigurisht të biznesit atyre që janë kthyer edhe që punojnë në agrobiznes edhe në atë pjesë që konsiderohet e turizmit. Mariana është një nga ato fëmijët është e lindur në Shkodër, që ka marruar Pjetër Mëshkallën, edhe pastaj Marin Barletin në Tiranë, edhe që është ka studiuar për shkenca politike, I ka vazhduar edhe në Gjenova, por që ka kuptuar një diçka, duke vlerësuar punën e vëllezërve të saj, me identitet të zonës saj Dukagjinit, të Lumit Shalës, edhe sigurisht asaj pjese që shkon ke liçeni I Komanit, merr përsipër që në sajt e identitetit, të punës, të koncepteve moderne, të agroturizmit edhe turizmit përgjithësi, të kthehet ke rrënjët e saj, te kullat e saj, ti promovojë ato, edhe sigurisht nuk është vetëm një bisedë me kryeministrin në podcastin e tij. Jo, janë prej kohësh të tilla gjëra, është rritur me këtë lloj mënyre dhe nuk ka asnjë lloj shenjë barazimi të kësaj vajze, e cila sigurisht I ka bërë mirë zonës së Dukagjinit, është një neomalcore e quan veten, po përfaqëson në mënyrë të shkëlqyer atë pjesë Dukagjinit, të cilët merren me punë, me krijimtari dhe në respekt të zonës së tyre, në respekt të trashëgimisë së tyre. Jo njerëz të cilët vinë, nuk dinë të lexojnë edhe letrën që ju vendosur përpara, shesin mend, nuk kanë punuar kurrë në jetën e tyre, hapen dhe sigurisht bëjnë propaganda të cilët nuk shkojnë më larg se sa hunda e tyre, sepse nuk mund t'i besoj askërkush se s'ka një kontribut. Kjo vajza e re, me gjithë shkollimet, me gjithë mënyrën e shkëlqyer të folurit, me gjithë to kontaktet të jashtëzakonshme, me gjithë atë promovim që I bën identitetit kulturor të krajinës saj deri në Paris, deri në Berlin, deri në shumë vende të ndryshme të botës. Po shifja disa mbredhje të saj në Berlin me xhubletën fantastike e jashtëzakonshme. Plus shfrytëzimi, plus ajo që ajo falenderon kur shkon rruga, kur bëhen element të mirë infrastrukturor, kur I dalin zot vetes edhe zhvillimit të tyre, të zonës tyre, normalisht duhen respektuar. Vendosja në listë në vend të parë, sigurisht është një trillë dhe mënyrë e bërjes politik të Edi Ramës,
Por kësaj radhe ka qelluar, nuk ka bërë gabim. Ka bërë mirë sipas meje, sepse sigurisht kështu funksionon. Listat nuk janë të këqija, janë të mira. Për sa i përket gjithmonë në konceptin e nivelit politik partjak të tyre. Dhe normalisht ajo vërejtje që mund bëhet është për Tiranën dhe për shumë element tjerë, sidomos për marrëzinë e primareve dhe nxjerrjen jashtë individëve të cilët ishin kryesorë të primareve. Dhe tash kjo nuk i takon Partisë Socialiste. Partia Socialiste i ka bërë llogarit për të maksimalizuar veprimet e saj, sidomos në Tiranë dhe qarqet e mëdha. Patjetër sipas meje ajo ka për të marrë nga 5 deri në 10 vetë më tepër, sepse sigurisht ka vepruar në mënyrë tillë, duke vendosur në skalionin e dytë bigët e fuqishëm, të cilët do shtyjnë përpara do bëhen makineri të mbledhjes votave. Këtë nuk ka qenë interesuar Sali Berisha, sidomos në listën e Tiranës, ku shumica e deputetëve po morë Tiranën ke marrë gjithë Shqipërinë. Ai ka lënë jashtë njerëzit e fuqishëm e të besueshëm Tiranës. 2 për individëve të shkëlqyer që ka pasur Partia Demokratike dhe individëve të cilët i takojnë Tiranës, që është zonja Tabaku dhe Ali Mehmeti, doktore. Sigurisht ata janë njerëzit që kanë votat në Tiranë. Po këto vota nuk ka dash, nuk i interesojnë Sali Berishës. Nuk i interesojnë. Sali Berisha ka mbledhur rreth e qark njerëzit që s'janë votuar kurrë. Absolutisht që kanë përballur një herë me votimet. Si zonjën Voksi për shembull. Padje pastaj nderit që i ka bërë Partisë Lirisë dhe futë edhe njerëzit sigurisht Ilir Metës, i cili bën një veprim, mund të themi, tipik trimëris nga Skrapari, del jashtë liste për të përballur ai. Por Sali Berisha ka parapëlqyer njerëzit që s'kanë bërë gara kurrë. Politikisht të humbur, politikisht gjithë lista e parë e tij. Absolutisht pa bërë një herë garë. Dhe njerëzit e ri dhe të garave, si fjala zonja Tabaku dhe Ali Mehmeti që marrin votat, i nxjerr jashtë. Ose i le që të luftojnë për këto. Gjë që është në absurd, i jashtëzakonshëm. Është një mos respekt përderisa bën primare. Nuk mund të flasim kështu për Partinë Socialiste se nuk ka primare, nuk mund të bëhet se primaret janë për një sistem majoritar, jo sistem që kanë ndërtuar këta. Në këtë rast kemi të bëjmë me një pjesë perfide të shëmtuar, sigurisht partisë personale të Sali Berishës. Në të vërtetë, dhe ke partia tjetër mund të thuhet se urdhëron Rama, por ndërkohë urdhëron në një mënyrë tillë për të mbledhur sa më tepër vota, për të qartësuar dhe dallimi që ka nëse ai është në pushtet. Ai mund të shpërblejë dhe ata që mund të mbetet hatri, sepse ka mundësi, pushteti ka mundësina të jashtëzakonshme. Nuk mund të jesh deputet, por mund të jesh një prefekt. Nuk mund të jesh deputet, por mund të jesh një ambasador, nuk mund të jesh një deputet, por mund të jesh një drejtor shumë i madh, mund të jesh një ministër, mund të jesh një zëvendësministër, mund të jesh, janë dhjetra mundësi, gjë që nuk i ka dhe s'do t'i ketë kurrë partia e Sali Berishës dhe sa tjetër Sali Berishës. Në këtë rast kemi të bëjmë me ato që gjithmonë them lufta e Sali Berishës nuk është për thjesht pushtetin, për të ardhur për të bërë kryeministër, se ai e di thellë në qëndësinë e tij politike që nuk do të bëhet kurrë. Ai thjesht do partinë politike të familjes tij, mbrojtjen e familjes tij dhe të vetes tij. Kështu kujton se e mbron veten, dhe sigurisht kjo jep avantazh të jashtëzakonshëm, i bën nder, domethënë raportet të tilla të doktorit i bëjnë nder piktorit. Edhe sigurisht që i bëjnë nder Partisë Socialiste, e cila normalisht sipas mejet do ketë, po jo përsëris edhe një herë, nga 5 deri në 10 deputet më shumë se sa ka pasur. Dakord miqtë e mi. Ky është edhe konkluzioni që nxjerr dhe sigurisht mbetem me atë që në listat e Shkodrës, si për Partinë Demokratike, edhe bile është edhe parti me listë shumë të mirë edhe ajo e Lulzim Bashës. Po, aty nuk kemi të bëjmë me sigurisht me fuqi elektorale si këtë dy të parat, por dhe ajo kishte një listë shkëlqyer sipas mejet. Normal, me njerëz normal që kanë qenë, i njohim. Pra, në Shkodër nuk është se kishte ndodhur një filozofi kaq e madhe për t'u kritikuar ose për t'u normalisht.
Ju është lënë mundësia që të luftojnë ata që janë në skalionin e dytë, por aty në Shkodër ose në gjithë zonën e qarkut të Shkodrës luftohet për 1-2 deputet maksimumi, po jo më tepër se sa kaq. Bile 1 dhe është e tepërt. Ndryshe mund të flasim për shembull për Fierin, ndryshe mund të flasim për qarkun e Korçës, ndryshe edhe për Gjirokastër, ndryshe edhe kudo tjetër në Shqipërinë, në Elbasan, Tirana apo Durrësi. Edhe këtu vendoset pastaj edhe fati i diferencës së madhe midis Partisë Socialiste dhe të gjithë tjerëve mbrapa. Një ditë tjetër do bisedojmë edhe për grupimet e reja, derisa të kuptojmë që ç'bëhet edhe me figurat e tyre. Dhe shpresojmë që këto grupimet e reja që dalin dhe përfaqësohen të kenë dhe ato pjesën e tyre, megjithëse shumë i vështirë me këtë kod zgjedhor, po pjesën e tyre përfaqësuese në datën 12 maj të 2025. Dakord, miqtë e mi. Prizmës. Sot dje në Shkodër janë bërë ato prishjet e mëdha, ato të dukshmet për hyrjen, për planin e madh, për projektin e madh të hyrjes së Shkodrës. të asaj Shkodre moderne, të asaj Shkodrës të ardhmes, por që e fut në qytetet që sigurisht hynë në shekullin e 21, duke pasur në këto 35 vite, një veprim monstruoz arkitekturor, urbanistik në gabim dhe në jo vetëm zaptim të trojeve publike dhe të privatit, por dhe të përdorimit të tyre në mënyrë jashtë zakonisht ju e dini mirë në hyrje të Shkodrës, të atyre hotele dhe atyre veprimeve që kanë bërë aty, jashtë zakonisht në mënyrë të gabuar, pa moralshme shpeshherë. Sigurisht që nuk kanë përfituar ata që kanë pasur tokën edhe dikur nuk i kanë pasur fare. Janë shpronësuar me vite dhe në makapadrejtësitë e regjimit të kaluar, por edhe në super padrejtësinë e kësaj demokracie, duke lejuar të fortë, duke lejuar njerëz që s'kishin bërin fare me atë terren, se t'jenë ata që kanë të bëjnë të vjen edhe keq. Por duke bërë ndërtimet sigurisht në presionet politike, në influenca politike, në pafuqishmërinë e Bashkisë Shkodrës që të veprojnë, por njëkohësisht edhe të lejeve gabim që kanë vepruar. Tani ka ardhur një projekt i madh i cili e zbukuron atë vend. Dhe sigurisht ka ndodhur që ata që kanë leje janë dëshpërblyer, ata që janë pa leje do të shkatërrohen të gjitha, po për të rënë tokë do të binë tokë gjitha. Sepse sigurisht është një projekt madhor. Dhe në këtë koncept, i cili është koncept i përbotshëm, kjo ndodh në çdo vend të botës, ku ka një projekt i cili sigurisht është për të mirën e madhe publike, do shpronësohen gjithë. Patjetër që vendoset edhe një lloj drejtësie e cila ka të bëjë me zaptimin atyre sipërfaqeve, transformimin dhe sigurisht transfigurimin e një qyteti në mënyrë të shëmtuar. Kushdo që ka moshën time dhe më të mëdhenj se sa unë e di shumë mirë kur ke ardhur në atë rrugë. Je nisur nga Tirana dhe ke ra anash Kështjellës së Shkodrës edhe ke parë një mrekulli liçenore, lumore, bunën edhe liçenin të papenguar. Dhe pastaj një lulishte të madhe. Të gjitha u zaptuan dhe sigurisht u keq përdorën në sistemin e influencave dhe karakteristikave që ka pasur ky postkomunizëm i shëmtuar, sidomos të Shkodër. Tashti, në fakt, i erdhi fundi. I erdhi në fundi edhe ajo që ishte dikur premtim, po kthehet në një pjesë të investimit. Po për të filluar investimin duhet patjetër që të krijosh mundësinë e qenies në kushte të barabarta të fillimit të investimit. Dhe kushtet e barabarta janë që ajo pjesë e zaptuar, ato ndërtime me leje, gabim ose pa leje, ai shfrytëzim irracional të kthehet në tokën e djerë, por që do të bëhet nesër e lulëzuar. Ishte e lulëzuar, e shkatëruan, e betonizuar, dhe tash dikush bën edhe fjalë se kemi drejtën tonë. Nuk kishin as atëherë drejt, u toleruan, bashkëpunuan, po tani ka ardhur një projekt. Dhe duke lënë të gjitha fjalët, projekti i përmbyll të gjitha ato kushte për
për të mos bërë fjalë, sepse nuk ka projekt madh të cilët mund t'i bëj ballë çdo individ që ka si me leje, si pa leje ndërtim. Në këtë rast është një fuqi e jashtëzakonshme, edhe këtu vërtetohet edhe shteti. Duhet marrin vesh gjithë që po bën veprime të tilla, aty kanë për të përfunduar. Duke filluar në Shkodër, në periferitë e saj, duke filluar nga Thethi deri në Vilipoj. Kështu do të përfundojnë të gjithë ata që ndërtojnë pa leje, me leje gabim dhe që bëjnë të fortë, sepse kjo sjellja si të fortë dikur ka fundin e saj. Dhe fundi i saj është rregullimi i Shkodrës. Rregullimi përfundimtar i hyrjes së Shkodrës. Tjetra që do të them është një postim të Benet Besit, kryetarit Bashkisë Shkodrës, duke të qartë që është rrëzuar një pjesë e malit në rrugën midis Ndërlythës edhe Thethit, dhe sigurisht makineritë dhe Bashkia e Shkodrës vepron për ta pastruar. Nuk është vepruar kurrë kështu. Mirë investimet, mirë rruga, mirë hapja e rrugës tjetër, mirëmbajtja, largimi i plerave, vendosja e karakterit urban në një vend i cili sigurisht po ta trajtosh keq në kohë turizmit, turistat mundet me trajtu keq, sigurisht e shëmton. E shëmton natyrën aty dhe shëmton gjithçka. Pra, duhet që të vijë qytetërimi në Theth, në Lysë dhe bregut Lumit, por jo të shkatrojë ato bukuri edhe atë veprim natyror, ato veprim zakonor të ruajtjes të asaj panorame, duke shkatruar pastaj edhe me ndërtimet pa leje, ndërtime betoni në mënyrë të shëmtuar, por edhe pa kriter. Në këtë rast, shërbimi po bëhet. Bie në shkëmbi, hapet rruga, banorët aty nuk rrinë më nga 7 muaj, 8 muaj të zënë nga bora si dikur. Sigurisht. Dikur ajo parti që i linte 7 muaj në borë, ju merrte votat dhe nuk i linte në borë aty. Nuk i plotësonte asnjë lloj kushti. Dhe sigurisht ata me këmbgulje po atë parti votonin. Sot nuk është çështje partisë, sot është bashkisë edhe e shtetit. Aty pastrohet, veprohet, njerëzit nuk mund të rinë në borë, nuk mund të izolohen se nuk janë ujq, asari që të flejnë në ashtu kanë qëndruar dikur. Ashtu kanë qëndruar. Janë detyruar që të vinë në Shkodër në kohë demokracie, por rruga nuk është hapur. Tash sigurisht nuk mund të diskutohet më që ti izolosh njerëzit aty me muaj. Tash dikur sot nuk mund të izolosh me orë. Pra, në një anë në Shkodër bien ndërtimet pa leje dhe fillon projekti i madh i hyrjes së Shkodrës, dhe shumë padrejtësi ndërtimesh aty po shkojnë drejt shkatrimit tyre, sepse sigurisht të shëmtuara ishin dhe nuk mund të ishin kurrë të planifikuara për të bërë diçka e bukur edhe njëkohësisht për ta nderuar hyrjen e Shkodrës, dhe ndërkohë i dilet zot territorit, i dilet zot kushteve të turizmit të çdo kohe në natyrën e shkëlqyer që ka Bashkia e Shkodrës. Dakord, miqtë e mi, janë veprime fantastike që e nderojnë Shkodrën, nderojnë Bashkinë e Shkodrës dhe shtetin shqiptar. Kjo është një nga gjërat e mira që ndodh me qytetin tonë, me bashkinë tonë. Është për t'u lavdruar. Pa diskutim, është për t'u lavdruar edhe për të pasur besim se diçka e bukur do të lindë aty ku po shkatrohen shumë ndërtime që ishin të padrejta dhe të pastudiuara, ndoshta edhe pa leje, edhe sigurisht duke i dalë zot edhe banorëve të Thethit, në Lysave dhe bregut Lumit. Për t'i pasur rrugën e tyre, për të pasur turizmin e tyre, për t'jetuar në urbanitet pa prishur, sigurisht atë pamje fantastike që t'afrojnë ato trevat mrekullueshme të Dukagjinit. Dakord, miqtë e mi?